Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, I lartësuar dhe I përsosur është Zoti I Madhërisëm, ai I cili ka zgjedhur Islamin fe dhe ka dedikuar njerëzimit që përmes saj të formohen dhe të arrijnë shkallën më të lartë të edukatës. Parimet e kësaj feje janë shkalla më e lartë e ndërgjegjes, e cila fillon me fjalën e mirë dhe përfundon në falënderim ndaj Zotit Madhërisëm dhe mirënjohje edhe ndaj atyre me të cilët jetojmë në jetën e kësaj bote. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, sot me lejen e Zotit të Madhërisëm, në vazhdim të temës të parë të shoqërisë së mirë apo shoqërisë ideale, do ta përmendi një prej cilësive që është shumë e rëndësishme, e ajo ka të bëjë me mirënjohjen apo falënderimin në radhë parë ndaj Zotit dhe pastaj edhe ndaj njerëzve me të cilët jetojmë në jetën e kësaj bote. Të ndershëm vëllezër, njeriu I mirë dallohet përmes fjalëve, cilësive, por edhe veprave në jetën e kësaj bote. Shoqëria e mirë po ashtu dallohet përmes fjalëve, përmes cilësive dhe përmes veprave që I bën në jetën e kësaj bote. Dhe kemi thënë që në fillim të temës se është e mundshme që shoqëria me qenë ideale, me qenë shoqëri e mirë, sepse fundit njeriu është krijuar për me qenë I mirë në jetën e kësaj bote. Dhe pritshmëritë e Zotit për njeriu janë këto, që njeriu me qenë I mirë. Dhe ju e dini debatin mes melekëve dhe Zotit Madhërisëm, kur e mësuan se Allahu xhalla wa ala po don me kriju një krijesë, e ata melekët thanë: O Zot, çfarë krijesë po krijon? A nuk mjaftojmë ne që zbojmë mëkate? A nuk mjaftojmë ne që të falenderojmë? Disa prej tyre janë krijuar në ruku, në sejdë e kështu me radhë. Dhe Zoti Madhërisëm thotë: unë po krijoj diçka që ju nuk e dini. Pra, përshtypja në një farë forme, se mund të them në zhargonin njerëzor, e Zotit për njeriu është e mirë të dashur vëllezër. Pra ka mundësi njeriu me qenë krijesë e mirë, sepse është krijuar për me qenë I mirë. Edhe shoqëria është e mundshme me kanë shoqëri ideale, sepse është krijuar për mision të shenjtë në jetën e kësaj bote. Vetëm nëse e nxjerr pikpamjeve dikush tjetër. Vëllezër të dashur, falënderimi është një prej cilësive të mira që I posedon njeriu I edukuar dhe njeriu që ka frikë Zotit Madhërisëm. Keni pa në jetën e kësaj bote e kundërta e mirënjohësit, në popullin tonë I thojnë bukë për mys. Në fjalorin tonë, si shqiptare përmendmi këtë rast, I thonë ai është bukë për mys. Pra një cilësi shumë negative. Mos mirënjohës ndaj shumë të mirave që dikush e ka bërë. Edhe jo rastisht të dashur vëllezër, mos mirënjohja akuzohet me një farë forme edhe prej Kur'anit Kerimit, edhe prej hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mos mirënjohja është cilësi e keqe që urren Zoti Madhërisëm dhe urrejnë të gjithë pejgamberët dhe urrejnë të gjithë njerëzit e mirë. Pra, për me qenë shoqëri ideale, dush me pas edhe këtë cilësi me veti, me qenë mirënjohës. Dhe mirënjohja vëllezër në dy mënyra, është në dy çështje. Në radhë parë, mirënjohje e thellë dhe përzemërt, edhe me përulje I takon vetëm Allahut xhalla wala, krijuesit, furnizuesit, sunduesit. Pra njeriu duhet me qenë mirënjohës ndaj Zotit të Madhërisëm. Edhe duke qenë I vetëdijshëm se edhe kur ta falenderojmë Zotin e Madhërisëm, përsëri na mbetet mangi falënderimin e Zotit. Sepse ai meriton shumë më shumë se sa ne që falenderojmë. Por ne jemi të obliguar që ta falenderojmë Zotin e Madhërisëm. Sa të mira I kemi në jetën e kësaj bote që na I ka dhënë Zoti, e ne jemi pak falënderues ndaj tyre. E një moment kur vjen një moment dhe na I merr Zoti ka një të mirë, e shohmi se sa pas ka pat vlera ja. Por ti kur s'ke qenë falënderues për te? E ke shfrytzu, apo kur s'ke qenë falënderues?
Shifni të dashur vëllezër, na shohmë me sy. Pa kemi falendëruar ndaj Zotit. A momenti kur si kemi sy, çfarë do të jeta? Pra, si shembull po e marr. Pra, falënderim i mirëfillt i takon Zotit të Madhërisht. Dhe njeriu këtë botë do të më jetu me këtë cilësi. Me qenë mirënjohës ndaj Zotit të Madhërisht dhe shpesh me përmend edhe shpesh me falëndëru në formën më të mirë, të mundshme siç e ka caktuar Zoti përmes sejdës e pastaj përmes dhikrit e kështu me radhë. Allahu na thot në Kur'an të dashur vëllezër, ushkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. O ju njerëz, falënderoni Zotin nëse me të vërtetë e besoni atë. Vëllezër, se kam si këtë temë është e gjatë. Është një ajet në Kur'an. Në ditën e gjykimit Zoti i Madhërisht po ja marr ka të mirat njerëzve. Edhe për i thoj ka me lajkeve, udhëheqni qenja vjut e gjenemit. Mësë shumë ti që po ankoj kanë prej dënimit Allahut në ahiret, te kanë ato njerëz që Allah ju ka dhonë shumë mira në këtë dunja, pa i ka qenë ju mirënjohës ndaj Zotit. Edhe Allahu thot kam dhonë këtë dunja shumë, asë një sen se ke meritu, por unë të kam dhonë, por ti ke haru adresën e falënderimit. E tash s'ka mirësi më në botën e përjetshme. Të mbesin këtë ëndrat në gjysmë, kapitalit jetë për mi dhej, autoriteti për mi dhej, askush me neve në botën e përjetshme. Dhe kur të kërkojmë që të shijojmë të mira në ahiret, Allahu thot, ku është falënderimi ndaj meje? E dini vëllezër të dashur se ka thonë Allahu përmes gjuhës së pejgamberit, në këtë dunja, aq është pamerituar njeriu, sa që asë një pikë ujë se kishë meritu. Por unë jam i mëshirshëm dhe i kam dhanë. E lema ati që ka dhënë Allahu shumë me a i punon puna Zotit Madhërisht. Por kjo botë të kalimdare. E pasaj kur ti përsin për botën e përjeshëm, se si ko miran në men, kjo është apëdhët Allahu Gjelle Wala. Pra e para dashu më zgjeromi për tim, në tim, është me qenë minjasën dhe Zotit Madhërisht. Edhe vallahi me i ba sejdë dhe Zotit në sejdën në baskia. Më në pasurnu Allahu bëni sejdë në baskia ose dishka e dhunshme. Ishtë dashme i ba sejdë dhe apet, a i mëriton ma shumë. Sa o Zotë, e në ka dhonë ma shumë se që ka lype neve. Dhe se cili për neshe din që o vëlloj dashën këtë dunjati ke hise ma shumë se që mëriton. Po Allahu të ka ndëru dhe të ka dhanë. Ama mos haro se jo rasisht. Në ditë ka më të marë Allahu në përgjësi dhe ka më të pytë. Në kjo dunjan njerën e marë në pytje kur t'i bojnë a mirë. E kur ne këthen me të keshën e njerën e marë në pytje, e lema Allahu që të ka dhanë shumë. Në jetë hatri për njerët. Po Zotë i Madhërisht, qëfar borgji ka Zotë me te? Qëfar borgji ka Zotë me te? Të furnizon gjanat më me vlerë në këtë dunja, ti ka dhënë gratis. O vëllezër, pyetni në për spitale ndryshme të botës, njerëzit vdesin sepse s'kan parë me pagu oksigjen artificial. Edhe nëse njëherë një natë kja shty në spitali me atëfar bocën e oksigjenit, ky thot faleminderit se ti më dhave oksigjen, ma shtynin natë. A ke haru mi thonë Allahu faleminderit për ta njetën që ti, edhe pse aja boca oksigjenit, vallahi aja ka me të bëndë dëbive se ka thonë urdhër Allahu Gjelle Wala. E momenti kur Allahu thotë stop, s'ka ma kush që ndërin trupin e njerit. Të këtë funksionon me komandë Zotë Madhërisht. Po si shemë i thunë ana faleminderit filanit, hananit, haron me thonë faleminderit Zotë Madhërisht. Kjo është forma pare falenderimit, shkurtimisht. E dyta vëllezër, që ky Zoti joni madh, i plot fuqishëm, i mëshirshëm, i gjithdijshëm, Allahu Gjelle Wala. Ky Zoti jonë për na thot neve, kush nuk është mirënjohës ndaj njerit, s'është mirënjohës as ndaj Zotit. Ai që nuk din më thon faleminderit me pak, ai s'djas me shumë thon. Ai cili më anë të madhën, ai të vogël se shefitsh. E feja jonë prej cilësive të muslimanit është me qenë falenderues për gjitha që ti ka dhënë ose ka ndihmuar dikush
në jetën se botën. Pse vëllezër kena turp mi thonë dikuna faleminderit. Kur ta shohim mas një javë, mas 2 javë, mas 1 vjet. Kur ne mrimi sukseset naja në jetë, a dikush na ka ndihmuar në fillim. Pse neve na vjen marrë në faleminderit? Pse do na marrë neve? Pse s'do të më kanë na falënderuar ndaj dikujt vëllezër? Pse? Qysh ka unë për neve kjo fjallë? Kjo cilësi për shemë si njerë si musliman. Ata të regoj edukatën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse dikush ja bën një të mirë, fe kefi ka thonë, bën çmos me ja kthy me të njëjtën monedhë të mirë edhe më shumë. Ka thonë nëse ti nuk mundesh me ja kthy, se nga njerë s'muna me kthy të janë në këtë dunjë, do të mira, thot paktën kur të falësh natën, lutë Zotin për te. Edhe në ditën e gjykimit kur ti rritet vlera njerëzve, edhe ta fitojnë xhenetin e vinë sevapët, Allahu thot ai dini punën të sevapë, thonë jo o Zot, si kena bëna të mira. Thot por juve janë lutë që ato që kanë bë, që keni bë mirë. Ata s'kan pas mundësi me ja kthy të mirën me të mirë, po kanë rënë sejdë kanë Allah vetëm ti dhe më ja kthy të mirën njerëzve. Edhe këta mos ta harrojmë dashur vëllezër. Sepse edhe dikush lutet për ty pastaj. Në qenë minjos nga njerëzve. Nuk e kemi fjallën tu të dashur vëllezër, të gjithë pejgamberët. Histori e gjatë, kjo është teve gjatë. 1 vjet do të më fol me shembull. Të gjithë pejgamberët kanë dalë prej kësaj bote të ja kthy hakin edhe të ja bën erën njëri tjetrit, popullit vet. Është transmetuar për vetë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam para se me vdek në javën e fundit. Tu e mbledh emanetin, tu e lanë emanetin. E se bote. Edhe në ditë për ditë del para masës sikur këtu. Thotë njerëz, a ka ne kush për juve që unë kam qenë mos minjos në juve? A ka ne kush për juve që unë kam me të bosh diçka? Këtu e kanë marrë për shembull ulemat të dashur vëllezër, kur ta varros minjerin, para se me shtin dhëmeve xhamatin o xhamat, shënjeni ju këtë njeri. E njeni për të mirë, e njeni që ka hun hakin, e njeni. Kush e nje për të mirë me bë halal? E vallahi kush sa bën halal, ta dish. Ka më dhar momenti që kemi kafshu edhe durët e tua për të merit. E ti ma të mirë nëse i banë zotën t'i kuna. Edhe shkon flenë në shpi, po ajë që s'flenë është Allahu, ajë s'kon me të ratë. Aja është Allahu gjelle wa ala, i cili ka me mërë haki për të se njëri që t'i banë për të rizim. Edhe se me njëzën e ti. Rasulullah i para njerëzve tha, o jo njerëz ta ka në kush që i kam hakune. Tha nja Rasulullah, po kune i ki hak ti? I dërguar i Allahut. A ka në kush ta që më ka bon mire që s'ja kom këthy? As nja s'ragoj. Rasulullah i tha veç një personit që më ka bon mirë në këtë dunja, e unë së një kom këthy, tha e kom lanë Allahut me ja këthy atë mirë. Tha në kushojnë Rasulullah, tha në është Ebu Bekri. Tha vetëm këti s'ja kam këthy të poqin. Se Ebu Bekri pa t'investu shumë për pejgamberin. Vëllezërit e dashur, kur këtë dunjaja e lanë vetë, Ebu Bekri dhe unë jam me ty e Rasulullah. Këtë dunjaja e izolun, a e murë këtë pasurin, tha ja Rasulullah, kjo është e jotja. Qka lave në shpi, ta kur gjanë s'le në shpi? Ta se ti meritonë ma shumë se sa ta që kam shpioni. Kur shkoj me emigru për Mekës në Medine, sepse në ka njerë ka dy ftyrë shanjetën këse bote. Nuk e përkratë vërtetën, e kur vërteta fiton, reshtohet të unë jam e tyje. Menon që Allah në mashtron. E vërteta ka nevojë në fillim. A shefi vlezër që shtidhën fjallë, në xhami të ku po flasni. Në fillim njerë se moshin dunjan me fjallë këshia për xhami. Që atëherë mu ka dashti me full mirë, jo dashti. Ama ata fjallë që ke thonë kime në logari. Si shemë për të marrë. E mira ka nevojë në fillim, se si triumfon, s'murësh më bati ma prenari saj. Ebu Bekri tha, o i dërguar e Allah, kejt dënjajnë kohë me ty, kuna dhe unë me ty. E lanë tha, kejt pasurin Mekë dhe vi me ty. Vëllezërit e dashur, të shku rrugës prej Mekës në Medine, Ebu Bekri heste, nga njerë para pejgamberit, nga njerë heste mrapa. I tha pejgamberi, o Ebu Bekr, pse po hesta ka njerë para, ka njerë mrapa?
Tha ja Rasulullah, po eci se ku dal para Allahut azza wa jall, të më pyet Allahu, a ja ke siguru rrugën pejgamberit? Kam i thonë po zot. A ke shku gjurmëve pejgamberit? Kam i thonë po zot, se kam ecë për kemave ti. E kur hin në shpellën asaj kohe, i mlun vrimat, sepse atje në shkëtin rritin një lloj akrepi o vdekje prus, si të kafshon të myt. I mbyllën këtë vrimat vetë veç një. Dhe Ebu Bekri në i kamën vrim. Dhe pejgamberi flejti në shpatët e Ebu Bekrit. Erdha krepi dhe hangër kamën, e kafshojnë kamë. E dinte që s'ka pështim më prej vdekjes. Prej dhimbtës të madhe, lot Ebu Bekrit ranë ftyrë pejgamberit. Edhe u çu pejgamberi dhe Ebu Bekri, çka ndodhi? Tha hangra krepi ha. Tha po Rasulullah. Po pse se e ke kamën? Tha po ta frikë me ta prish zhumën e dërguari Allahut. Tha se ti je njëri madh. A e di çka i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Tha mos u bën marak, e preke me dorë, tha ti nuk vdes pa vdekun. Edhe ka ditë Ebu Bekri që nuk vdes derisa vdes pejgamberi. A kanë ka hanga e kërë pejgamberit? Dhe ai ka jetuar edhe Ebu Bekri 3-14 vite pasaj. E kur vdek pejgamberi u mërzit fort dhe u bën halife muslimanëve, pastaj u shfaq helmi i akrepit, ta ka me dalë te Allahu xhelle wala si burr që ka mbrojtur pejgamberin. Dhe ka me kërku xhennet. Pra vëllezër të dashur, fillet e para janë të rëndësishme ku po orientohesh ti. Dhe mos mendo mi bën nga dreçit. E pastaj mu rështu në saf parë me muslimanët. Se s'kemi apo hajrin asaj pasurie, as pushtet as jetës. Kush u rështu kuna ti din, kuna ti emaneti, ai s'ka me dalë për poshtërsu Allahu xhalla wala për se bote. Por bi gjitha vëllezër jemi me njës ndaj Zotit madhrishëm, dhe të jemi me njës ndaj njerëzve, sepse s'është marrë mi thonë faleminderit për një të mirë që ma ke bën, dhe më mundu një jetën se bote me ja kthy me të mirë, sepse s'ka zgjidhje tjetër vëllezër. Buk për mysat kanë me dalë të poshtruan për se bote, dhe dehirin ka thonë Allahu në Kur'an, të poshtruan kanë me hyrë në xhenem. Bëhu mirënjohës ndaj familjes, ndaj shokëve, ndaj mësuesve, ndaj dashamirëve, ndaj punëtorit, po banë mirënjohës edhe ndaj atij që ta ka dhënë punën. Dhe sillu me mirënjohje vëllezër. Nëse doni me pas bereqet në jetë, nëse doni me dalë prej kësaj bote foshe bardhë. Tu pe përfundoj për shkak të kohës që po shkon shpejt, duke lutur Zotin e Madhërisëm që të na bën në radhë parë mirënjohës ndaj Allahut xhelle wala, e pastaj të na bën mirënjohës ndaj atyre që jetojnë në kësaj bote dhe na bën nder dhe mirë. Walhamdulillahi rabbil alamin. El-Fatiha.